E parë do të flasim për festivalin Wave Festival, i cili po bëhet gati që edhe këtë verë me fillu edicionin e ri. Duke filluar nga aktivitetet eksploruese detare e historike, camping, në të zjarta e muzikë gjithashtu dhe çka do tjetër. Në studio do të flasim bashkë me Valdrina Metin, njeriun e pandashëm të këtyre aktiviteteve interesante që viteve të fundit ka kthyer në traditë këtë festival. Mirëmëngjesi Valdrin. Mirëmëngjesi. Mirë se ju gjellë dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë edhe ti që ke ardhur me fol pak edhe për këtë festival mjaft veçantë që po realizohet nga ti edhe ekipi juaj. Na tregon pak ndalemi se çka ka qenë vitin e kaluar festivali, të flasim pak a ka qenë mbi pritshmëritë e juaja, ka pas interesim të trimëve? Po, ne organizojmë Wave Festival në 4 ditët e para të një farforme hapjes së sezonit veror për neve si camping. Ka 11 vite që organizojmë kampingun në Jalë, në jug të Shqipërisë, dhe gjithmonë fillimet jemi mundu mi pas me sa ma shumë aktivitete. Vjetë kemi fillu, si viti parë, kemi organizu Wave Festival me mbi 30 aktivitete, të cilat kanë pas synim eksplorimin e bregut detit, eksplorimin e pjesëve historike të asaj zone, shumë të bukur, edhe njëkohësisht aktivitetet e veçanta që janë zhvilluar në hapësirat e kampingut, po njëkohësisht mbrëmje sigurisht që netët janë pasuruar edhe me muzikë live. Interesimi ka qenë shumë i madh, si vit i parë që kemi qenë, domethënë kemi qenë me kapacitetet plota edhe në kamping, edhe njëkohësisht ka pas njerëz që kanë marrë pjesë në aktivitetet e festivalit edhe nga jashtë kampingut, dhe ajo që na ka lënë përshtypje ka qenë interesimi për me i bë gjitha aktivitetet, sepse shpesh herë festivalet din me qenë tërhetë se vishte pjesa e ndajës, e partive në mramje, e muzikës. Vjetë ka qenë shumë interesant numri i pjesëmarrësve të cilët kanë ardhur në aktivitetet që i kemi zhvillu, të cilat fillojnë që prej orës 7 mëngjes me yoga, me ushtrime fitnesi, me vizita në kala, me stand-up paddle, me kajak, me lundrim, me anije, me zhytje, shigjetari e shumë çka tjetër që mujmë shpalos tash. Po flasim për aktivitetet, e kemi pa në rrjetet sociale edhe video shumë të mira të realizuar nga jo. 5 arsye pse duhet me ardhë në Wave Festival edhe shumë arsye të tjera. T'ju tregojmë pak njerëzve se çka munden me pas këtë vit në camping në Wave Festival dhe me ardhë me vizitu? Po, ne kemi ndohë 5 arsye si me kategori. Një arsye janë aktivitetet në bregun e detit. Pra, përveç plazhet në Jalë që është i mrekullueshëm, sepse Jala është i gjijë i mbyllur, edhe plazhi është fantastik. Ne vizitojmë edhe plazhe e Xhiret Vergjra, qoftë përmes ecjes, që vizitohet Xhiri i akvariumit edhe plazhi i pasqyrave, të cilët janë plazhet pa prekura. Pra nuk ka çadra, nuk ka shezllone, duhet me marrë çadrën me veti, duhet me marrë kanjëherë ata që dojnë me nejtë më gjatë edhe ushqimin me veti, e sigurisht edhe ujë e pije tjera me veti. Mandej janë xhiret edhe plazhe tjera që i vizitojmë përmes lundrimit me kajak. Pra prej Jalës deri në Gjipe, janë dikun një 7 plazhe të Vergjra, të cilat mund të vizitohen përmes lundrimit me kajak, e po ashtu janë lundrimi me stand-up paddle, që zhvillohet një garë mes pjesëmarrësve në festival, e cila garë kuptohet e ka karakterin e socializimit, nuk është garë ku me sfidu shumë njëri tjetrin, po ma shumë edhe me shoqënu edhe me zhvillu një aktivitet, edhe njëkohësisht me përjetu atë stand-up paddle si aktivitet. Stand-up paddle është një platformë shumë e madhe, ku hypin 7-8 veta, edhe si në kajak me lopatat ullur, kjo duhet me qëndru në kamë dhe me dhanë lopatave, është shumë atraktive. Mandej është pjesa e zhytjes, që i ka tërhjek shumë vitin e kaluar pjesëmarrësit e festivalit, dhe me dhanë scuba diving për ata që s'janë mësuar me dëgju zhytjen, ku kemi pas bashkëpunim me Albanian Adventure, edhe me zhytës profesionist, është zhvillu pjesa e zhytjes të pjesa e shkëmbimve në Jalë, ku bota në ujore është shumë e pasur, edhe njëkohësisht për shumë kë ka qenë eksperiencë e parë kjo, sidomos për pjesëmarrësit nga Kosova, edhe i ka lënë shumë përshtypje. Përveç kësaj kemi edhe lundrimin me varka ku vizitohet shpella e piratëve. Besoj gjithë e mbajnë men atë librin e famshëm të Petro Marcos, i cili ka lind dërmi dhe te kjo shpellë është motivu për me shkruajtur librin e tij. Vizitohet shpella e Plumbave, edhe vizitohet Gjipeja. Gjipeja, për ata që nuk e dinë, është kanjoni më i veçantë në Evropë, për faktin që është kanjoni i vetëm në Evropë që derdhet direkt në det. Shumica e kanjoneve në botë derdhen në lumen fillimisht e pastaj derdhen në det. Ky është i vetmi që derdhet direkt në det dhe është në të rrallat në botë që derdhet direkt në det. Për atë edhe e bën të veçantë.
e njëkohësisht e ka dhe emrin e veçantë, fjala GP rrjedh prej fjalëve Gjiri i Perëndis. Pra fillimet, akronimet GP është bashkimi i Gjirit Perëndis. Sipas mitologjisë konsiderohet që Perëndia e ka kriju për veti, po fati ka desht me na mbet neve shqiptarëve. Përveç pjesës së eksplorimit bregut detit, është pjesa e eksplorimeve historike, ku vizitohen kalat, më thonë dy kalat më të bukura të zonës, që është kalaja e Himarës, e cila gjendet në majtë të një kodre prej ku shihet në simpllon dorës një pjesë e madhe e bregut detit, e njëkohësisht shihet edhe një pllon dorës edhe qafa e Vishës, që në të kaluarën ka qenë lidhja e vetme e pjesës jugore të Shqipërisë me pjesën tjetër. Pra e Himarës, Sarandës, e gjitha atyre fshatrave andej me Vlorën edhe me Shqipërinë e mesme tuti. Vizitohet kalaja e Lipash të Pelenës në Porto Palermo, e cila është ndërtuar në majtë të një ishulli, edhe ka simbolik interesante, ka histori interesante, sepse ajo është ndërtuar në shenjë dashurie për gruan e tij Vasiliçin, edhe vizitohet fshati i vjetër i Çeparojit, i cili po ashtu me këshyr largësinë me detin më të madhe e ka në altësinë nga bregu i detit, nga pika e detit, sesa që e ka largësinë me bregun e detit, edhe vizitohet fshati i vjetër i Vunojit. Besoj gjithë ata që kanë qenë jug e dinë ai fshati me kaldërm, ku është semafori për shkak të rrugës ngushtë, ai vizitohet edhe ai ka histori shumë interesant, edhe njëkohësisht i ka ato shtëpizat si kutia të vogla të cilat janë vendosura një me një. Përveç pjesës së vizitave historike janë aktivitetet në kamping, siç thash, fillojnë mëngjes me ushtrimet me yoga, mandej vazhdojnë me ushtrimet të fitnessit. Mandej ditën e kemi të lirë për këto aktivitetet, pra në det ose në vizitat në përkala, edhe mandej pas dite kemi shigjetari, që plot e kam bo për herë të parë edhe vitin e kalume, edhe si vjetët ta kenë rastin. Besoj që si vjetët organizojmë edhe një loj, sikurse paintball që është me këto armë të pusht me topa, me u bo në vend të asaj me u bo si shigjetari me njëri tjetrin. Kuptohet që shigjeta do t'jenë me shpuza që mos më lëndu kërkush, dhe vazhdon me fire show në mramje me muzikën, vazhdon me akrobaci, aerial art, ekspozit pikturave, edhe njëkohësisht pastaj kur fillon muzika deri kur të mbaron nata. Këto janë, domethënë, 3, e 4-ta është kampingu i ofron krejt kushtet e nevojshme për me i bo pushimet taman, edhe njëkohësisht për me kalu mirë, sepse në natyrë shpesher njeri kalon ma mirë se sa dikund ku ka, me thonë, kushte ma luksoze. Kampingu, domethënë, tendat janë pajisura me dyshek, me jashtëk, çarshaf, këllëv, batanije, gjithë shka që duhet. Kampingu ofron tushe, toalete për pastrim ndame për 2 gjinit, ka rrymë elektrike, edhe njëkohësisht nëpër paketa përfshihet edhe mëngjesi dhe darkat, cilat i bazohen në kuzhinën tonë tradicionale. Edhe e pesta janë çmimet, se sot është temë shumë e madhe në krejt botën, jo vetëm te na, po sidomos te na me këto abuzimet që bëhen shpesh herë prej bizneseve me çmimet. Çmimet na mundohemi që 11 vjet me i majtë korrekte dhe besoj që ja kemi dalë me qenë korrekt për gjithë ata që vendosin me i kalu pushimet tek ne. Tash paramëna me ardhë dhe me i kalu pushimet në Wave Festival, edhe mos me shpenzu shumë edhe me i vizitu gjitha këto vene, që po besoj me pas shku vetë, nuk është mujt me i vizitu krejto vene në Shqipërinë e bukur. Vetë është pothuajse pa mundur me organizu gjitha këto, për shkak edhe të, pa mundësive, sepse nuk është se ka transport publik prej Jalës deri te kalaja Lipash të Pelenës. Kështu që edhe me ardhën kamping jashtë festivalit, ne mujmë i organizu 1/3 e këtyre ndashta për 4 ditë, po në festival kuptohet që edhe ne mundohemi i organizojmë gjitha këto dhe mundohemi që secili mujt me përjetu sa ma shumë atë ditë, sepse kemi konsideru gjithmonë që pushimet janë të plota kur bën aktivitetet larmishme, mëson pak edhe për historinë e vendit ku po i kalon pushimet, e njëkohësisht që kur del në plazh nuk është më pushimet nuk janë mos si kanë qenë përpara që del në ora 9 mëngjes në plazh, ka një kthehësh e bën një pauzë 2 orëshe edhe tani del prap edhe deri në perëndim diellit veç rren shtrit në shezllon. Tash pushimet për secilin, sidomos për trinj që e frekuentojnë kampin ton, janë më shumë dëshirë për me eksploru. Domethënë, ideja është që krejt këto aktivitete zhvillohen edhe gjatë verës, por kuptohet jo me intensitetin e aktiviteteve të festivalit. Pra, gjatë 3 muajve të verës, aktivitetet të tilla të ngjashme shkojnë tu u përsërit. Valdrin ka pas të interesuar nga Kosova vitin e kaluar, për shembull që ka qenë festivale kanë marrë pjesë, ka pas të interesuar nga Kosova më shumë apo edhe nga vendet e tjera? Më shumë
ka të interesuar nga Kosova, për faktin që ne shumicën e kohës punojmë edhe shumica e stafit jemi nga Kosova, edhe punojmë në Kosovë, po kemi pa interesim në rritje edhe për njerëzit nga Shqipëria, që për ata shpesh herë duket nga njëherë e çuditshme, që thojnë ju nga Kosova po vini në Shqipëri për organizoni kampingu dhe festivalin dhe ne po vijmë si klient të ju në një farë forme. Edhe kjo na ka bo shumë të gëzuar me pa që nuk kemi shumë dallime, se shpesh herë mendohet që i kemi shumë dallime, edhe ata atë i kanë sfidat e njëjta si të rritë këtu, edhe ata atje përballen me abuzim me çmime të bizneseve, sidomos në Bregdet, edhe ata atje kanë pak knaçi me këto çmime, edhe ata atje lypin shërbim korrekt me çmime të lira, kështu që pak a shumë i kemi të njëjtat probleme, mjafton tash mi anis mi bëhet njëjtat zgjidhje. Në këtë rast, në aspektin edhe të pushime, mi bëhet njëjtat edhe zgjidhje, edhe në financiare, po edhe zgjidhje se ku po i kalojmë pushime. Ndërsa sa i përket netëve me muzikë, do të ketë DJ, këngëtar? Na synojmë, edhe çdo vit synojmë që çdo fundjavë me pas muzikë live në kamping, edhe përveç kampingut gjatë verës, edhe në festival, vitin e kaluar për 3 net, për 3 orë e gjys, kemi pas muzikë live, janë përmi 15 bende e artist të cilët do të performojnë gjatë natës. Djeve që kemi lansu një anën është Ndriçim Gazia, e ndërkohë ditëve në vijim do t'i lansojmë edhe tjertë të cilët do të performojnë në netet e Wave Festival, po netet karakterizohen me muzikën 100% live. Nuk ka lip syncing, nuk lëshon DJ muzikën e dalë dikush. Që vjen me marë pjesë në festival, matët mirë, Se cili artist kur të vjen, unë të zbën me dalë në skenë. Prej 6 deri më 9 qershor do tjetë festivali. Prej datës 6 fillojnë aktivitetet e festivalit, domethënë prej datës 6 paradite, me të 9-ën mas dite veç mbyllen aktivitetet e festivalit. Përveç kësaj e kemi një që harrova, është shfaqja e filmave, edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, pavarësisht se kemi lancuar ala, po them te ju, që do ta kemi dokufestin si pjesë të Wave Festival, pra festivalin ndërkombëtar të filmit dokumentar, do të jetë si pjesë e Wave Festival, të cilët do të zgjidhin programin e tyre të filmave që do ta shfaqin. Një vjet e kemi pas programin Future is Here, që ka qenë programi për të rinjt, të cilët kanë bo filma me tematikë natyrën edhe sportin, me qenë se janë lidhë me kampingun, e si vjetë, akoma se kemi përcaktuar programin që do të shfaqet në Wave Festival, po njëkohësisht po mundohemi bashkë me Dokufestin që përveç në pjesën e kampingut ku janë shfaq filmat, në kineman tonë verore, filmat të shfaqen edhe në për ambjente tjera, besoj që do të kemi një shfaqje të filmit në qendër të fshatit Vono që nuk ka ndodhur më herë. Unë në dori kam edhe fletushkat që i ke prodhuar sot Vajtrin për Wave Festival që bëhet në jallë të Shqipërisë tash sa vite, më mandej për mas i keni edhe informacionet e festivalit. Çmimet, po besoj biletat janë tashmë në shitje, ku mundën me u orientu? Të gjithë ata që dojnë me ble biletën, fillimisht duhet me rezervu të ky numri telefonit, ose me hi në faqet në rrjetet tona sociale, Wave Travel, Facebook, Instagram, tash edhe TikTok, edhe njëkohësisht mujnë numrin e telefonit 441 me thirr, me rezervu biletën, fillimisht me marrë informacionet e duhura, se një për arsye pse njerëzit kanë kalu shumë mirë vitet e kaluara është që mundohemi kushdo që thirr ose don me ardhë në kamping, në festival, kudo, na mundohemi me ia dhënë krejt informacionet e duhura se çysh ka me kalu, prej faktit që këto janë pushime të cilat për ata që s'kan bo më herët kamping është pak ndrrim në jetën e tyre në mënyrën se si i realizojnë ato pushime. Edhe mos e ti marrin këto informacionet, nëse prapë vazhdon ju pëlqy si ide, e që shumicës vazhdojmë ju pëlqy, atëherë mujnë mi marrë biletat. Tashmë, ma shumë se 60-65% biletave me paketën camping plus festival veç janë shit, e ma ndej sigurisht që do të ketë bileta vetëm për festivalin, për ata që gjejnë akomodim dikun tjetër, ose edhe nuk janë për jetën e kampingut, po dojnë me marrë pjesë në aktivitetet e festivalit. Kështu që sa ma herët me rezervu, aq ma mirë, tashma si na u kanë liberalizu vizat, ja kena nisë edhe na me pa që është ma mirë me rezervu ma herët, me i siguru vendet. Keni klient besnik, për shamu tash sa vite që se kanë ndru, kër e kanë provu njerë kampingun, nuk i kanë ndru ma pushimet, kanë ardhë gjithmonë. Kemi shumë besnik, bile kemi aq besnik sa kur kanë qenë 3 kanë ardhë, ndështë ta vitin 2015-16, mandej janë martu, kanë bo fëmi,
tash ju kanë rritë fëmijët edhe po vijnë bashkë me fëmijët në kamping. Po. Pikërisht nga fakti që kampingu me aktivitetet e veta është një mënyrë shumë e mirë që me i largu gjithë, e sidomos fëmijët prej telefonave, prej ekranave, prej lojrave që i bojmë, prej sonit, prej kompjuterit. Domethënë, përveç pjesës e largimit nga teknologjia, kampingu ofron shumë aktivitetet cilat janë kanë njerë të përshtatshme edhe për fëmijët, kur po them për fëmijët kuptohet në moshën mbi 5 vjeç. Domethënë ideja është që prej 5 vjeç e tutje i pranojmë në kamping për me ardhmë i kalu pushimet edhe me një farë forme edhe ata me mësu me jetën e natyrës. Sepse shpesh herë po na vjen me pa dhe vetën të u gjenë në qëtë vorbullën e betonit që na ka rrethu të kolonave, të vonesave, të stresit, punës, pluhnit e gjithë shka tjetë. Po bëhet, po shëndrot në një traditë dhe këto pushimet e kosovarve për më ardhë në kamping me kalu pushimet qovë me shoqëri, qovë me familje, se dim që ma herët e përmendë dhe vetë që pushimet i kam bu, në shtavish kam pas qef në shku, mu shtrim plazh, mu këthy në hotel, mësë me bu në aktivitet tjetër hesh, kështu që po shëndrot në një traditë kjo? Besoj që është në rrim edhe në stilin e jetesës. Kuptohet vitet e para, një për arsyeve kryesore, pse njerëzit kanë zgjedhur me ardhur në kamping, kanë qenë çmimet. Ndërsa çdo vit po ndron si mentalitet edhe si klientel, pikërisht për faktit që njerëzit po zgjedhin me ik prej kësaj që po them stresit që po na rrethon tan kohën. Domethënë, qytetet ku po jetojmë kanë gjithnjë më pak gjelbrim, vendet ku po jetojmë kanë gjithnjë më shumë stres prej kolonave, pluhnit, pa pastërtisë e gjithçka tjetër. E natyrë se cili po e gjemë vetën, e aq më shumë edhe në aktivitet. Një gjatë që edhe unë, domethënë, kur kam fillu me organizu kampingun e kam mësuar është që kur flenë në natyrë, kur flenë në tent, truni jonë merr oksigjen 5 herë më shumë se sa kur flenë në një dhomë të mbyllur. Edhe që ajo është një për arsye pse njerëzit ketë në kamp të na, qohen shpesh shumë më të lumtur se në hotelet më luksoze, jo vetë Shqipërisë, po ndashta të plot veneve që ofrojnë pushime verore. Kështu që, domethënë, kënaqësi nuk është veç kushtet objektive që i kalon pushimet, pavarësisht kësaj na mundohemi që kushtet objektive me qenë krejt në rregull, këtë stafi i kampingut jeton në kamping për 4 muaj. Na para se me bo kampingun mirë e me kushtet mira për krejt juve që mundi me ardhë, e bojmë për veti si që aty jetojmë vetë, po njëkohësisht mundohemi që me ofru shërbime sa më të mira dhe për tjerë, po them kënaqësia është e natyra, kënaqësia është e aktivitetet socializuese që i bëjmë, kënaqësia është e këtë eksperienca si paket e kampingut, kjo besoj që po i tërheq njerëzit më shumë dhe po them ka një ndërrim në stilin e jetës sepse gjithnjë më shumë po e shohim që mënyra që shpojetojmë në përditshmërinë tonë, fatkeqësisht nuk po na i përmbush ato dëshirat, nevojat, kërkesat që i kemi për me pas një jetë pak ma cilësore, edhe besoj që jo veç kampingu ka shku të rritë si kultur, edhe bjeshkataria, dhe më thonë gjithnjë më shumë ki njerëz që dalin fundjavave në për bjeshk, me ecë, në hiking, ka gjithnjë më shumë njerëz që dojnë me provu aktivitetet cilat japin adrenalin më shumë, edhe na po mundohemi që këto aktivitete me i përfshi në paketat tona të kampingut. Faleminderit shumë Valdrim për krejt detajet. Ne po ja u rikujtojmë dhe një herë shikuesve që nga data 6 deri në 9 qershor mundën më ardhë në festival me kalu një 4 ditë të paharrueshme me i kalu, e gjithashtu biletat tashmë veç e përmendet që janë në shitje, kështu që kushdo që don edhe me i blej, mundet me ju në Wave Travel edhe me i marrë. Faleminderit juve për ftesën, po shpresoj që s'kemi mu taku veç këtu në studio, po shpresoj gjatë verës me këtë stafin mu taku edhe në kamping, edhe ju vetë me pa prej afër që këto që i thash, janë qashtu që shpithom, këto janë edhe atje. Faleminderit shumë, Valdrim. Faleminderit edhe juve.